Kjo është histori tjetër, pastaj të diskutojmë, por ne duhet godasim në parim fenomenin, për mendimin tim. Duhet jemi të nershëm pra. Edhe këtë pres nga gazetarë dhe nga opinioni publik. Aulon, diçka e tillë që ka diktuar, pra krimi i organizuar qarku Durrësit diktohet nga krimi i organizuar, sepse ka patur kandidat të panjohur deri diku me mira vota, apo sepse ka prova, fakte konkrete se si krimi organizuar realisht ka ndikuar. Shiko, unë jam një nga ata njerëz që kam duartrokit punë të mira të SPAK-ut dhe kam marrë qëndrimet e mia për çështje të tjera. Unë jam kot jam drejtues SPAK-ut ditën e sotme për një hetim në raport me Këshillin e Ministrave. Po pra, dhe barra është në dorën e atyre tani, takon prokurorisë që ta zbardhë këtë çështje. Pse e mora këtë shembull? Për më ju tregu që te qarku jon ka pas një dislokim dhe një task force të SPAK-ut ndryshe nga gjithë qarqet e tjera. E dini besoj dhe kemi diskutuar në këtë studio. Po si ka mundësi që nuk kapën asnjë fakt, asnjë provë në kohë reale? Nuk është problemi që të fitojë Edi Rama zgjedhjet dhe pastaj pas pilafit të dalin edhe të heqin 2 persona dhe të futen aty në listë 2 persona të tjerë. Ne po flasim për një gjë që ka ndodhur në atë që quhet rezultati i qarkut Durrësit. Pra është përcaktuar. Forca operon nga ankimimet, nga denoncimet. Po jo, ka patur? Jo vetëm kaq. Ajo operon edhe kryesisht. Pra nga ato që dëgjon televizion, nga terreni që kanë qenë në Ilavazh Durrësit aty, domethënë, nga vendet tjera, nga përgjimet që mund të kenë pas. Tani këta po më thonë mu njerëzit që i besojnë sy mbyllur e SPAK-ut, se unë nuk drejtësi hyjnore vendos vetëm Zoti, nuk vendos SPAK-u. Pra, për hyjnore kemi Zotin. Këta po na thonë që shiko se ka përgjime, po do dalin avash avash. Kjo është luga boshe, mu nuk më intereso kjo, mu më intereso në momentin që fakti ndodh, aty të goditet. Pra, në rast se këta arrestuan Fredi Belerin atëherë në flagrancë duke ble vota, nuk i hyj fare atij diskutimi, pse nuk ndodhi kësaj radhe i gjë e tillë? Nuk janë ble vota në Durrës, është pyetja e madhe, unë besoj që po. Dhe vetë SPAK-u e di dhe nga faktet që do na dalin 3-4 muaj të ardhshëm, edhe para shtatorit, para se të betohen deputetët, do na dalë që këtu kemi pas krim zgjedhor, pa diskutim. Problemi është pse nuk veprojmë kohë reale. Kjo është pikpyetja që ngrejon për SPAK-un në këtë rast dhe domethënë minon të gjithë besimin që un kam te SPAK-u në raport me krimin zgjedhor. Përveç kësaj, edhe mosdhënia e përgjigjes ndaj dosjeve 184 dhe 339, që për mendimin tim ishin guri themelit për besueshmërinë e SPAK-ut në raport me krimin zgjedhor, na tregon ne shumë gjëra se si vepron SPAK-u me partinë pushtet. Nëse SPAK-u nuk ka vepruar kryesisht, a ke patur ti apo shtabi elektoral i Partisë Demokratike prova konkrete për ti depozituar në SPAK pikërisht për krimin elektoral që ka ndodhur atje? Shikon, ne besoj ne jemi njerëz publik, ne kemi domethënë kemi marrë qëndrimet tona në raport me këtë histori. Domethënë ne kemi denoncuar pafund. Ju flasim gjatë kësaj periudhe, jo për dosjen 184. Jo, po edhe gjatë kësaj periudhe pra, shiko. Ja pra po t'jap një vetëm deklarata krimi. Vetëm unë nuk bëj kështu deklaratash tani unë po përfaqësoj veten time, s'kam marrë me fol as në emër të partisë, as në emër të XY-it. Tani, a nuk i bëri përshtypje SPAK-ut që emra të tillë që marrin 21000 vota te tenderat, këto janë flamura të kuq. I ke parasysh çfarë do të thonë flamuri kuq? Pra, ka parregullsi, ka klientelizëm, ka nepotizëm, quaj si doni. Atëherë këta flamurat e kuq që komunikoi gjithë populli, ore me shku në kafe në fshatit atje, e dinë shumë mirë se si janë marrë votat. Nuk ka, domethënë, jo mega struktura e SPAK-ut. Po pra fakturë, po, unë se marr rrogën për me fakturë, unë jam kandidat për deputet. Unë jam për me shku me i kërku qytetarëve votën, nuk jam për me shku me nejtë të SPAK-u për ditë që ti mësoj ata se si bëhet puna. Ata janë më profesionistë se unë. Problemi është ta kanë vullnet për këtë çështje. Kjo është situata që kam unë. Unë besoj që ka për të pas ngjarje dhe majni këtë deklaratën që po ju them tani, sepse aty u ndan gjërat në 2 grupe. Pra, një grup, një deputet, grupi tjetër i deputet dhe një grup fitojnë mbi grupin tjetër. Domethënë ishte garë brenda llojit, se kush merr më shumë vota. Marrësh 21000 vota, ta thash, pa një kauzë publike, ka i problem të madh. Prandaj është flamuri i kuq që SPAK-u do duhet ta hetoj, besoj se e ka hetuar, por nuk e ka nxjerr deri tani, janë punë të veta, nuk e di se si i bën llogaritë vetë. Pikërisht në këtë studio dhe që 2 deputet nuk do ta gëzojnë. Po pra, po. Shumë mendoj. Nuk do të betohen në shtator. Mendimi im. Po edhe po u betuan nuk do ta kenë në rrugën e gjatë, sepse çdo pushtet që ngrihet mbi krimin është i destinuar për me shkuar aty ku e ka venin. Domethënë krimi duhet shkojë në burg, nuk duhet shkojë në parlament. E qartë. Ndërkaq, Aulon, përveç kësaj, ke deklaruar se votat janë manipuluar edhe brenda kutisë dhe akuzat i keni drejtuar dhe tek partia.
Shiko tani, për këtë ka pasi abuzim të madh dhe unë du ta sqaroj publikisht. Unë jam një kandidat i parë që kam shkuar në KQZ dhe kam bërë ankesë.